qartë, lëvizja vetëvendosje në fakt ka kaluar në disa fazat tranzicioni, në disa fazat vështira, sulmet politike për shumë eksponent. Për te, Zotit Kurti, për ju si krahujt i djathtë, një eksponent shumë i rëndësishëm në këtë familje politike, me sa duket edhe ka patur dhe efektet e saj. Por në momentin që ne flasim, apo tenton lëvizja vetëvendosje dhe të bëjë ata lëvizjet e fundit të tabelës së shahut për ta mbajt këtë qeveri në një mandat tjetër, apo në një zgjedhje, derisa shkojmë në një palë zgjedhje të parakoshme me bisedime që mund të jenë duke u bërë në këtë momente me krerët e tjerë të partive politike, apo ka një vit të kuqe për aq sa ka patur deklarata nga krerët e partive dhe nuk ka diskutime, nuk ka, mund të themi, hidh prit deklarata, por që nuk bëhen në opinionin publik dhe në media, por që në fund ditës mund të prodhojë një lloj koalicioni. Tani, ne që nga përfundimi zgjedhjeve kemi pas disa lëvizje në kuptim të marrëveshjeve të mundshme me partitë opozitare. Në këtë drejtim, ne kemi pasur vullnet që të bëjmë koalicion me LDK-n, por si që dini, ne jemi refuzuar nga kryetari i LDK-s. Duket këtu që ka një shpërputhje të madhe të qëndrimeve apo të mendimeve të opinionit apo të mbështetësve të LDK-s dhe në anën tjetër të krerëve të kësaj partie. Për faktin se për sa kohë këta refuzojnë koalicionin me vetëvendosjen dhe në anën tjetër ndjekin tinëzisht ose përpiqen tinëzisht që të bëjmë koalicione me PDK-n, pra ata kanë refuzuar, domethënë, një koalicion të mundshëm me ne. Por që këtë nuk e do elektorati i LDK, sepse në matjet e opinionit publik në vazhdimsi, kur pyeten qytetarët apo votuesit e LDK se kush është subjekti që do doni që të bënte koalicion LDK-ja, gjithnjë vetëvendosje del si subjekti i parë. Prandaj qëndrimet e tyre janë shpërputhje me atë çfarë elektorati i kësaj partie do. Megjithatë, ne kemi pas përpjekje që bëjmë një koalicion edhe me nismën, ata i kanë 3 deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës, por më besoni që ka qenë periudhë jo e lehtë për faktin se fatkeqësisht disa parti politike në kuptim të koalicioneve kërkojnë më shumë se sa që kanë fuqinë e tyre politike. Pra, unë e kam përmendur edhe më herët që nuk mund t'u japim më shumë se sa që u ka dhënë populli në zgjedhje. Prandaj mendoj që duhet të përfundojmë këto, si më thënë, kushtëzime, sepse ne as nuk mund t'ju japim tendera, as nuk mund t'ju japim ambasada e as gjë tjetër. Koalicionet bëhen në frymën e një bashkëpunimi, duhet të ketë parime aty dhe në përputhje me fuqinë politike që qytetarët e Republikës së Kosovës i kanë dhënë secili subjekt politik. Tani, ne nëse do të pyeteshin disa nga deputetët e kuvendit që vinë nga opozita, unë jam e bindur që do të ta votonin Glau Konjufcën. Jam e bindur për shkak të komunikimeve që kemi pasur në vazhdimsi dhe për shkak të vlerësimit që ja bëjmë figurës së zotit Konjufca. Por të nisnit e presionet që mund vinë nga kryetarët e partive opozitare mund ta vështirësojnë gjendjen. Prandaj unë edhe njëherë po kërkoj reflektim sidomos nga krerët e partive që të paktën ta tejkalojmë këtë situatë me një qeveri që do të drejtohet nga zoti Konjufca. Ata në vazhdimsi kanë pasur kërkesë që duhet jetë Albin Kurti. Pra pavarësisht faktit që zoti Kurti është personi më i votuar ndonjëherë në Republikën e Kosovës prej që ka pasur zgjedhje në Kosovë, ata nuk e duan Albin Kurtin, ata në fakt tentojnë që ta pengojnë që Kurti ta ketë një qeveri në të ardhmen, por për këtë zvendosin partitë opozitare për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe unë jam e bindur që Kurti do të kthehet edhe më fuqishëm në zgjedhjet kur do që ato të mbahen, por deri atëherë le ta votojmë zotin Konjufca si mandatar, pra si kryeminist i vendit, për hir të interesave të qytetarëve, pra le t'i lëm anash kapriçot politike që mund t'i ketë kushdo. Gjiu, kemi këtë situatë politike të polarizuar, kemi zgjedhje që të balotazhit, kemi një situatë për çështjen e presidentes që pritet në muajt në vijim si do të shkojë, kemi çështjen e buxhetit po ashtu që i shqetëson gjithë ata që janë punësuar në administratër publike dhe në RTK, por kemi edhe një lëvizje tjetër sa i takon zotit Kurti për te raportit me Bashkimin Evropian dhe me faktorin ndërkombëtar. Pati një reagim në 5 vjetorin e ish-krerëve të UÇK-s që ndodhet në Hag, që me sa duket ju mbylli gojen çdo eksponenti politik, analist, gazetar, kritik të tij kur tha që unë kam punuar, unë kam vendosur edhe jo fonde, por kam treguar gatishmërinë e shtetit Kosovës edhe për çështjen e Hagës, por fakti që ne nuk e artikulojmë këtë në publik, në media, apo për t'ia treguar çdo kujt që ka interes ta di, kjo nuk është puna jona. Ne ndërkohë kemi punuar, por ju nuk e dini. A ishte kjo një lëvizje shumë e zgjuar në këtë moment kritik për Kosovën e Albin Kurtit, kur e tregoi punën që ka bërë, por që të tjerët nuk e dini?
Unë nuk do të kthehem në situatat e mëparshme kur vetëvendosja e ka kundërshtuar fuqishëm gjykatën speciale. Vetëm se dua të sjell në vëmendjen tuaj që pikërisht, domethënë këto gjëra që ndodhin sot me gjykatën speciale në mënyrën se si funksionon në shkeljen e të drejtave të personave që po mbahen atje dhe në shumë aspekte tjera, edhe të natyrës politike, por edhe të juridike kemi thënë ne qysh atëherë, pra në vitin 2015 kur ka pasur një trysni të paparë mbi deputetet të kuvendit për ta bërë gjykatën speciale. Si ministre e drejtësisë, unë kam pasur përgjegjësi vetëm, si me thënë, një aspekt, pra mbulimin financiar të ekipeve të mbrojtjes. Dhe këtë e kemi bërë, pra deri tani janë diku 34 milion euro mbështetje financiare për ekipet mbrojtëse. Kam pasur vizita në Hagë, por edhe në secilin takim, në të cilin pra e kam pasur me kryetarën e gjykatës apo domave të specializuara, i kam ngritur shqetësimet e Qeverisë Republikës së Kosovës në mënyrën se si funksionon kjo gjykatë, e sidomos në aspektin etnik. Për faktin se edhe përkundër faktit pra që janë dërguar dosje të masakrave, sidomos masakrës së Dubravës që ka ndodhur në periudhën e luftës në Kosovë, ende asnjë veprim nuk është ndërmarrë në drejtim, prandaj e kemi kundërshtuar këtë çështje të padrejtë të gjykatës speciale, por në ndërlidhur me letrën që kryeministri Kurti ja pati dërguar kryetarës së domave specializuara, ne qëllimshëm nuk kemi pasur, si më thënë, nuk kemi menduar që duhet të bëhet një pompozitet, sidomos që kjo të publikohet në media, sepse kemi vlerësuar që ndoshta mënyra se si e ka zgjedhur kryeministri Kurti pra larg syve të opinionit publik, mund të ndihmoj, si me thënë, që ata të sjellen në Republikën e Kosovës, pra të lirohen në procedurë të rregullt dhe shteti garanton për ta. Dhe sidomos kjo është tepër e rëndësishme në ditët e sotme, sepse tashmë nuk ka asnjë dëshmitar të prokurorisë, pra dëshmitarët e prokurorisë kanë përfunduar dëshmitë e tyre dhe nuk ka asnjë justifikim prokuroria që të mos pranoj, si me thënë, gjatësisht gjykata, më falni, që të mos pranoj që ata të kthehen në Republikën e Kosovës dhe pastaj sa herë do të ketë seanca gjyqësore të shkojnë atje fizikisht. Por ne jemi akuzuar, si që përmendet, pa të drejtë që nuk po bëjmë asgjë në raport me këtë. Natyrisht që do të bënim edhe më shumë, por që i kemi të kufizuara të gjitha përgjegjësitë, duke qenë që tashmë gjykata speciale është pjesë e Kushtetutës Kosovës, ka legjislacion për të dhe konsiderohet komplet e pavarur dhe që nuk jep llogari asnjë institucioni në Republikën e Kosovës. Ta zëm për shembull nëse gjykatat e rregullta në Kosovë i japin llogari Këshillit Gjyqësor të Kosovës, gjykata speciale nuk i jep llogari askujt.